Sa fëmijë ke? Unë kam 2 vajza. I paqme jetë. Si ke patur lidhjen me to, Nikolin? Njëne e kam pa martuar, kurse tjetër e kam të martuar. Mirë, të shkëlqyshem. Çfarë këshilla u ke dhënë atyre? Këshilla ime për ta ka qenë gjithmonë t'jeni njerëz në radhë parë, pastaj tjera të vinë vetë. Çfarë bën njeriu njeri? Njeriu e bën njerëzëlleku. Ti jesh i drejtë, ti jesh i pasur në shpirt, dhe tjeta ti jesh i komunikueshëm me njerëzit. Të dëgjoj të vërtetën malli me ka marrë, të gjithë ato që janë gënjeshtarë. Dikush për tyre gënjen për interes, disa të tjerë jo është bërëves. Është politika ajo që po na shkatron, sepse gënjeshtën kjo ka profesion. Natën ajo bën pushim, veç kur lind dielli, për politikani çdo ditë është një prill. Po ke pëlqej? Më pëlqeu, shumë e bukur. Dgjoj, ke ndonjë publicist që e ke për zemër, që e ke pas lexuar gjithmonë kur merre gazetat? Ja, ata ndërtën nuk kam pas një simpati për këta publicista, po unë do të çoja një shok tipi që është mrekulli, një Martin Dedaj, publicist fantastik. Po vetë sportit ka pëlqyer? Tu kam dalë me sporti kam luajtur në kohën e rinis. Çfarë ke luajtur? Kam luajtur futboll. Isha më i mirë në klas, edhe për shkollën kam qenë më i mirë, edhe më rinin kam qenë më i mirë, po thuaj se gjithë dita më shkote të luaj futboll. Po i martuar? Ja? Po, kam 2 fëmijë, po. Kur u martova? Jam martuar në 85 në kohën kur vdiqën në Hoxha. Ai vdiq, unë bë basha dasëm. Në atë periudhë? Do të thushti çfarë kontrast pak ja ishte. Gjithë këshin frikë, unë i futa i dasëm aty e marrë puna. Vërtet, e? Të thanë pse po bën dasëm? Ai kur shihej se ishte komunist, pa ata kisha thirrë dasëm me mbyllë gojën. Pse në atë kohë shikoheshin këto gjëra? Po si shikoheshin? Sa të shkoj dasmë aty atëherë, Nikolin? Po tash nuk e di se kom pyet babën, po ja 200 vjet e ka pas. 200 vet ke pas dasëm. Baba i ka paguajt? Baba pas, unë isha rumpallë. Nga të gjithë vëllezërit dhe motrat, me kë ke qenë më i lidh? Ja, me lill kam me një motër që është martuar me një italianë, më i lidhur. Në Itali, ë? Ata e ke pas pikdobët? Pse? Alla jam donë më shumë në duke. Po pse? Se jo gjithë fëmijët. Po patjetër. Shumë ja ka përpjek gjaku pa shumë. Po me pjesë me kë nuk shkon dhe aq mirë? Ja, me tanë shkoj mirë, edhe me brezit, edhe me motër. Sepse nuk ma i nata Sergen. Unë fjallë më të madhe që mund t'ju them vëllezër e motër, mas të mbjen që shërë shtëpi, pa me mnimu s'du me mnimu. Se shërë janë shikeq. Kë man men nga personazhet publik? Të humorit. Po jo vetëm të humorit, në një që se ti në gjithë këto vite 64 vjeç do ke shkalu. Pa zogën e të një Nalim Hillin që kanë qenë në zgjetën. Nëse nuk kam pas për zemra se ka qenë i shkëlqyer bilash hapa dhe klubi në zgjetja. O dhe preqi. Po gazetare publicist ke pas miq? Nikol Lesin. Nikol Lesin? Nikol Lesin. Pastaj u shkoj kam punu të koha jonë fillimisht, ku ishte në Lezhë. Po në i brez më të ri? S'ke pas? S'ka pas atëherë gazetare. Brez më të ri. Thjesht kur hapin një kolla. Vishin nga rreth, vishin nga Tirana për të inspektuar. Çfarë inspektori? Po në gjallë që mund kishte ndodhur në gabim në gjallë, po ti që t'u jepje të drejtë për shkakun që kishin bërë ditën e punës apo jo? Po. Cilit për shembull? Po kisha shumë me figura s'kam pasur, por të mbenin e figurës. Cilin Ben? Ben Blushin. Ben Blushin? Beni ja kam dhënë ditë e punës kraj Beni. Edhe vjen të pension, më kam borxh bile. Vërtet? Kur shkosh atje thu i keni borxh një lekë. Ishin në plazh me fenda, ishin në Lezhë, dita punësisht aty. Me vërtet? Shi, sa vjeç kanë qenë atë kohë? Në fakultet nuk e di. 20 vjeç. 20 vjeç, ë? Edhe shkonin në plazh, tek ku e bënin plazhin? Plazhin jo në Shnjel, po bashin aty ku i larë ila. Është i Fiemane.
Si puna lërë, si prej lërë, aqë ishte dhe lajë. Po nga të njoftën ty ata që ja u bëje ti ditën e punës? Po i që bërë merë në aksion aty. Edhe unë ishe Në aksion ku? Çfarë bëje ti? Unë ishe brigadier Brigadier, ë? i aksionit, Aha. i aksionistave. Po. Sepse përgjegjësi i sektorit, po pas me shtu një brigadier për punë i mujt, me qenë si e punë shkulturit i Nikolin, ban 2 punë. Edhe më shkojt, pastaj u shoqërova me këto, po u shoqërova shpejt, as kishin kalu as 2 ditë kur u shoqërova me këta. E parë se janë pak si ma ashtu si tjertë, i kënjës lashë ditë në punë si keni. Për sa ditë i bie ja u ke justifiku ti ditën e punës? Një muj rrëmëllar. Një muaj punë, ë? Nuk e di... Kush kishte më shumë sukses në atë kohë? Fevziu apo Blushi? Ja, mblushim. Blushi, ë? Si ka kënë pak më i mëllon, se si e ka marrë vetë në sot nuk e di. Vërtet çfarë mban mend për shkakun në një situatë? Më tregon një histori me ata të dy. Ha ti ngacmojmë çik. Për shembull më thotë Beni janë e shkuat të ditë po po çaj do të të ikë me breakdate. Kam shumë shok. Ja, ka disa herë njëshëm ka ta. Po Fevziun e ke takuar më? Ja, si. Atë ja, po se më Mendon që po ta takosh do të mbaj më? Beni ka tregu se i kam gjithë brigadierin. Pa, atë se më përstimi. Shumë e bukur kjo. Shumë e bukur. Ki pas i ke rrit gjithmonë marrëdhëniet me të gjithë, duke sigur i ke dashur që të gjithë. Po, nuk kam qenë njëri keq kur shumë, kam qenë i shoqërisë gjithmonë. Kam edhe tipin me kanë i shoqërisë. Për të ndjekur Real People, bëni subscribe në kanalin tim të YouTube-it Flori Gjini.